Kush jemi ne shqiptarët? Nga vim, cilat fise i kanë rënjët tona më të hershme? Kjo pyetje ka ngjallur interes, debat dhe kurreshtje që prej lashësisë. Shumica e historianëve dhe gjuhëtarëve pajtohen se shqiptarët janë pasardhës të drejtpërdrejtë të ilirëve. Një grup fisnor indo-europian që jetoi në Ballkan perëndimor që nga epoka e bronzit. Ilirët nuk ishin një popull i vetëm, por dhjetra fise të ndryshme që ndanin gjuhë, kulturë dhe mënyrë jetese. Pikërisht këtu fillon udhëtimi ynë drejt rrymës. Taulantët, fisi i fushës së Tiranës dhe Durrësit. Taulantët janë një nga fiset më të rëndësishme ilire, që lidhen me origjinën shqiptare. Ata jetonin në territorin që sot përfshin Durrës, Tiranën dhe rrethinat. Autorët antik i përmendin si luftëtar të Zotit, detar të aftë dhe një fis që ndikoi në formimin e qyteteve të para ilire në Bregdet. Kultura e tyre, traditat dhe gjuha që flisnin janë konsideruar si shtresa e hershme e etnogjenozës shqiptare. Parthinët. Struktura e fortë e malësisë së krujës dhe matit. Parthinët, ose parthët, ishin një fis i fuqishëm që sundonte zonat e krujës, matit dhe luginave rreth tyre. Këtu, kuriet histori e pandërprer mijëvjeçare, ruajtën tipare të kulturës malësore, ilire, që lidhen ngushtë me traditat shqiptare. Parthinët përmenden shpesh në burimet romake, si një fis që ruante autonominë dhe identitetin e tyre deri në vonë. Albanët, fisi që na jep emrin shqiptar. Albanët janë një nga fiset më të rëndësishme në historinë tonë. Gjeografi Ptolomeu në shekullin e dytë i vendos ata në zonën e Krujës, aty ku më vonë shfaqet edhe Arbëria. Prej këtij fisi, shumica e studiuesve besojnë se rritën termat Albanoi, Arbër, Arben, Alban, Albania, Shqipëria. Ky e bën fisin e albanëve një kandidat të fortë për rolin e trungut etnik të shqiptarëve. Dardanët, themelues të një mbretërie të madhe ilire. Dardanët ishin një fis ilir që zotronte një territor të jashtëzakonshëm, përfshirë Kosovën e sotme, Maqedoninë e Veriut dhe jugun e Serbisë. Dardanët, me kryeqytetin e saj, Shkupi, ishte një mbretëri e fuqishme që e mbajti kulturën e saj për shekuj me radhë. Shumë studiues mendojnë se Dardanët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e gjuhës dhe kulturës së shqiptarëve, për faktin se territori i tyre është i njëjtë me hapësirën ku gjuha shqipe ka mbijetuar gjatë mesjetës. Dasaretët, populli i liqeneve. Dasaretët banonin në zonën e Horë, Pogradecit dhe luginat përreth. Ata njihen për lidhje tregtare, kulturë të pasur dhe ndikim në rrugët e lashta që lidhnin Ilirinë me Maqedoninë. Territori i tyre ndodhet në zemër të një zone ku shqipja tregoi vazhdimsi të pandërprer 6 shekuj. Penestët, fisi i Dibrës. Penestët, të vendosur në zonën e Dibrës, shfaqen shpesh në burimet antike si një fis i lirë që kishte rol të rëndësishëm ushtarak dhe strategjik. Pozicioni i tyre në një korridor malor të rëndësishëm sugjeron se ata kontribuan në kulturën malësore dhe traditat që mbijetuan deri në kohën shqiptare. Bylinët, amantët dhe fiset e tjera të jugut. Në jug të Shqipërisë,
Rëndësi të madhe kanë 3 fise: Bylintët, rreth lumit Vjos, Amantët, në zonën e Vlorës, Kaonët dhe Molosët në Çamëri. Edhe pse disa prej tyre lidhen edhe me botën ipriote, kultura e tyre ka ngjashmëri të fortë me traditat ilire dhe ato shqiptare të mëvonshme. Çfarë tregon shkenca? Dëshmitë arkeologjike, gjuhësore dhe historike tregojnë se shqiptarët nuk janë të ardhur në Ballkan. Nuk zbritën nga veriu apo lindja, por janë pasardhës të popullsive ilire të Ballkanit perëndimor, sidomos të albanëve, dardanëve, taulantëve, parthinëve, dasaretë. Këto fise përbëjnë shtyllën kryesore të prejardhjes së. Historia e Shqipërisë është e lashtë, e thellë, dhe e vazhduar në të njëjtën vend për mijëra vite. Nga Bergdeti i Durrësit në malet e Dardanisë deri tek liçenet e Ohrit, këto fise kanë lënë gjurmë që vazhdojnë të jetojnë në gjuhën tonë, kulturën tonë, zakonet tonë. Dhe kështu, kur pyesim nga vim, përgjigjja na kthen në kohë drejt ilirëve. Populli të lashtë që mbijetoi, u transformua dhe u bë ajo që sot quhet kom shqiptar.